Të nderuar shikues, ju përshëndes. Ky është parashikimi i motit për sot dhe nesër sipas Meteoalb. Territori shqiptar do të mbetet në ndikimin e anticiklonit të Afrikës, duke sjellë mbizotrim të motit të kthjellët dhe temperaturave të larta gjatë gjithë paradites. Por orët e pasdites dhe në vijim pritet prezencë e vranësirave në pjesën më të madhe të territorit, ku më të dukshme vranësira do të jenë në zonat verilindore, duke sjellë momente me pika shiu. Parashikohet gjithashtu që orët e vona të natës të përmirësojnë sërish kushtet atmosferike në të gjithë vendin. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënje të lehtë në mëngjes, por edhe mesdita sjell rënje të tyre, duke luhatur vlera ditore nga 7 gradë Celsius vlera me ulët deri në 30 gradë Celsius vlera me lart në rang territori. Erë do të fyejë lehtë si në tokë dhe në det me shpejtësi mbi 25 km/orë nga drejtimi kryesisht perëndimor, duke krijuar kështu në brigje detare një dallgëzim të ulët. Le të njihemi tani me motin për nesër në vendin tonë. Sipas Meteoalb, pritet një tërheqje e masave ajrore afrikane, duke sjellë freskim të lehtë të motit në të gjithë territorin shqiptar. Ndërsa për sa i përket motit, orët e paradites do të jenë në mbizotrimin e motit të kthjellët dhe vranësirave të pakta në Bregdet dhe zonat e ulta. Ndërsa me kthjellime dhe vranësira disi më të shpeshta do të paraqiten zonat malore përgjatë shtrirjes lindore. Pjesa e dytë e ditës do të vijojë me alternime kthjellimesh dhe vranësirash të shpeshta në të gjithë territorin e vendit. Temperaturat e ajrit do të pësojnë rënje në vlerat minimale, por mbeten konstante maksimumet, duke u luhatur nga 6 gradë Celsius vlera me ulët deri në 30 gradë Celsius vlera me lart në rang territori. Era do të fyejë lehtë dhe her pas here mesatare me shpejtësi deri në 40 km/orë nga drejtimi jugor, duke krijuar në brigje detare një dallgëzim dy ball. Tani do të njihemi me motin për nesër në rajon dhe Europë. Sipas Meteoalb, do të vijojnë shirat me intensitet të lartë si dhe mini stuhi ere në Europën lindore dhe atë qendrore. Si pasojë e zhvillimit të një qendre të fuqishme ciklonare prej disa ditësh në qendër të kontinentit me ndikim deri në Europën lindore. Po ashtu, moti i paqëndrueshëm do të dominojë në Europën veriore dhe ishujt britanik, duke sjellë rreshtje të dendura shiu dhe stuhi breshëri, ndërsa gjithë pjesa tjetër e kontinentit evropian do të paraqitet në ndikimin e motit të kthjellët dhe temperaturave të larta, ku vlerat më të larta priten në brigjet jugore të mesvellët. Të nderuar shikues, ky ishte parashikimi i motit për sot. Vazhdo të shihemi sërish nesër.